Projekti Ardezeje, një nismë e Ministrisë së Arsimit, është zhvilluar në Lushnjë, i organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar nën kujdesin e deputetes Kiduina Zaka. Ky panajër, i cili organizohet për herë të parë në këto përmasa, ka bërë bashkë nxënës nga 7 shkolla të qytetit, të cilët kanë prezantuar punime të ndryshme artistike dhe artizanale. Drejtoria e Zyrës Arsimore Arta Dhamo u shpreh se më herët projekti është zhvilluar vetëm në 3 shkolla, ndërsa këtë vit është zgjeruar ndjeshëm. Ky panajir është në kuadër të projektit Ardezeje, e cila është një nismë e Ministrisë së Arsimit. Aktualisht ne si Zyrë Vendore Arsimore kemi 7 shkolla që e aplikojnë këtë projekt, nga të cilat 3 kanë disa vite, ndërsa 4 shkollat e tjera janë bashkuar së fundmi thirrjes së Ministrisë së Arsimit. Klubet e secilës shkollë janë përzgjedhur në bazë të aftësive dhe talenteve që kanë nxënësit. Në stendat e panajirit janë të paraqitura punimet më të mira që nxënësit kanë realizuar në klubet e tyre. Gjej rastin të falenderoj nxënësit, mësuesit dhe prindrit për punën dhe për pasionin e tyre. Deputetja Kiduina Zaka theksoi se panajiri nuk përfshin vetëm nxënësit e shkollës, por edhe artizanët e zonës, duke e kthyer aktivitetin në një promovim të traditës dhe kulturës lokale. Siç e shikoni, pjesëmarrja është e madhe, kjo tregon që brezi i ri vazhdon që ta ketë ato kontaktin dhe dëshirën për gjithë trashëgiminë që ne mbartim ndër vite, por këtu në panajir nuk kemi vetëm shkollat, por kemi dhe artizanë të zonave përreth. Unë jam shumë e lumtur që në Lushnjë vazhdon të ruhet tradita, mbështetja ime do jetë maksimale për secilin prej tyre që dëshiron ta vazhdojë. Nxënësit, disa prej të cilëve të veshur me kostume popullore të myzeqes, prezantuan punime në pikturë, shëndisje dhe forma të tjera të artit artizanal, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve të shumtë. Ne sot e kemi kthyer qytetin e Lushnjës në një mozaik kulturash, ku çdo shkollë ka bashkëpunuar me njëri tjetrën për të sjellë punime sa më të bukura dhe nxënësit janë shumë të lumtur dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Bashkëpunimi me shkollët ka qenë shumë pozitiv, pasi nxënësit jo vetëm që i dha mundësia të shpalosin veprat e tyre, por edhe t'i çojnë ato një dimension tjetër, pse jo edhe në të ardhmen të bëhem artist shkëlqyeshëm. Unë kam sjellë këtë pikturën me gozhda dhe pep, e cila simbolizon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Për këtë më është dashur gati 3-4 ditë për ta punuar, pasi bëra skicën dhe më pas nguljen e gozhdave dhe kalimin me pep. Unë jam paraqitur me këtë pikturë të Ismail Qemalit, me gjithë delegatët duke shkuar në rrugë për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Sa vite keni që pikturoni? 2 vite, por e kam pasur pasion që uram që në vogël, gjithmonë kam pikturuar, po tani kam filluar edhe merrem akoma më tepër, dhe i kushtoj më shumë rëndësi. Unë isha një mësuese në shkollë që kisha aftësi në këto, bëjmë proba qepësi, kemi qepë përfunde, gjitha këto veshje popullore kemi qepë për vetë, me bëjmë bruzë lyqe, mishe si me çmimet arsyeshme, edhe kemi bërë fonde për bërë materiale,